E vërtet është që ne kemi investu lidhje me infrastrukturën për ujë, respektivisht rrjetet për ujë. Për vendbanimin në Pirok, kemi realizuar do thot projektin që tash edhe kemi fituar për ndryshim të rrjetit nga vendbanimi Rakoves deri në Pirok, të rezervuarin në Pirok, do thot investimi kemi bërë. Gjithashtu në nalt kemi gjetë një burim për të arritur sasinë e ujit. Do thot Piroku ka sasi të ujit. Në Kamjan, rrjeti i ri atje ka sasi të ujit në Pallçisht. Gjithashtu rrjetin e kemi ndryshuar, do thot nga majet e malit deri Po ti marrim me radhë, për shembull Pallçishti. Pallçishti, pse? Për shkak të ndryshimeve të kushteve klimatike, burrimet shtere. A thuaç? Ne jemi munduar. Do të thonë që i përdorin banorët? Do thot ne kemi si sasi të ujit, mirë po, ku është problemi? Do thot ne e fitum projektin për kontrollimin e sasisë së ujit, do thot respektive vendosjen e orëve. Problemi është vendosja e orëve për shkak të keq përdorimit. Po pse nuk i keni vendosur orët deri tani? Çfarë është problemi aty? Ne bëm dy projekte për vendosjen e orëve. Njërin projekt në Kamjan dhe projekti tjetër në vendbanimin Pallçisht. Konkurruam me projektin e vendbanimit Pallçisht. E fituam projektin për vendosjen e orëve duke ditë problemin që e kemi, mirë po, për shkak të zgjedhjeve parlamentare. Do thot nuk kishte mundësi të hapet tjetër. Pas zgjedhjeve parlamentare, do thot Ministria e Ambientit me invorim mjetet. Do thot problemi ku duhet të kontrollohet sasia e ujit që vjen dhe ajo që harxojnë qytetarët tu. Do thot duhet të vendoset. A do zgjidhet problemi në Pallçisht me ujin, duke marrë parasysh që bazeni që është aktualisht është i vjetër që po mirë, po pse nuk e funksionalizoni edhe objektin e ri aty që mos të mblidhen bërllogjet, mos të mblidhen gjërat të cilët ne kemi me dëshmi banorë na kanë dërguar që aty ka edhe gjallësa të ngordura. Pse nuk aktivizohet objekti i ri i bazenit aty që është afër atij të vjetrit? Shiqo, qëllimi jon kryesor ka qenë të sjellim sasitë të nevojshme të ujit. Dakor? Nuk është qëllimi ne të vendojmë orë pa pas ujë. Të ndrojmë rrjetin pa pas ujë. Të sjellim sasinë e ujit në rezervuar, tash problemi tjetër është vendosja e orëve. Edhe të kontrollojmë sasinë e ujit që vjen në rezervuar, sasia e ujit që harxhohet. Mandej të shohim mund të ketë edhe defekte tjera në rrjetin që është në vendbanimin Pallçisht, mund të ketë plasë të gjepit dikun që harxhohet ujë. Mos besim qaf banorëve se harxhojnë tepris ujit, mund të ketë edhe probleme tjera. Jo, ajo nëse me orë matës do të rregullohet, nëse rregullohet mund të ketë përsëri ujit harxhohet. Ka plasë një gjip dikun të rrjetin, mund do të edhe kësaj radhe duhet që të flisni për ujin para Pallçisht, do të thonë banorëve të Pallçishtit. Mendoj se është pakës në bazë të kushteve klimatike, jo do të flasim, po gjatë kemi të miremi me këtë, për shkak se sasia e ujit në përburime gjatë kohës së verës. Për shembull, gypat në Kamjan janë akoma të zbuluar. Ju keni premtuar që do t'i riparoni ato. Pse nuk është bërë, do të thonë, riparimi i gypave në rrjetin e Sjellsit? Ku shkojsh para investimet? Është realitet ajo. Do të shumë bollgojna shumë e madhe, a? Shumë projekte, 16 vendbanime, ka një punë bësh në vendbanim, do thotë ti 16 projekte duhet. Ku mund t'i realizojmë? Kush nuk ka dëshirë t'i bëjë? Mirë, po mundësitë kanë qenë kështu.